Në fut në pjesën e dytë ka qenë imediate me qenë... Unë kam menuar pjesën e dytë, po titullar nuk ka qenë as për më. Zhegrova nuk ka luajtur për shkak se nuk ka qenë i gatshëm. Pikërisht kur e thash pse meritat i shkojnë në Fodës, meritat i shkojnë Fodës se Foda guxoi me startu me Gallopenin, me Foda guxoi me startu me Hajdarin e Kreshnik Hajrizin, Foda guxoi me lon Zhegrovën edhe Rashicën bank edhe mos muni zoni, atë me ful në gjuhën e popullit. Dhe me thonë, Foda arriti me bo grupin shumë kompakt. Edhe të drejt për jep rezultati. Po mos ishte rezultati. Normalisht, bibozën e rezultati. A ka bo mirë që kalon Zhegrovën bankina, s'ka bo mirë. Po, sa s'pe me kuptu, mos si soj analizë që po thu. Kjo në vorët krejt, çfarë janë pritshmëritë e tua, nëse ke prit me fitu 4-5-0, nashta edhe ka gabu. Mundemi ndoshta me priti që kena fitu 4-5-0 fillim. Tash te që po lun krejt veç ta përfundojnë si fjali se njën 15 minuta të nguaj. A vëdin? Edhe kështu që Zhegrova patjetër që do të lunë edhe do të jetë pjesë e kësaj skemes. Do ta shohim në lojën me Zvicrën, sepse jam i sigurt që edhe pse kemi psu kundër Zvicrës, prap Kosova do të sulmoj. Liridan veç mund ndërlidh shkurtimisht. Po do të thonë që ka ndryshuar skemën, a? Jo, unë mendoj qëre. Futbolli është shumë kompleks, ti mundesh me individ caktuar me skemë të njëjtë me kriju tjetër filozofi mbrana fushës, apo thënë, me kon pak më shumë. Po i tim këtu se është tjera po. Me kon më i shpejt tradicion, me kon në skemën 5-3-2, unë kam prit aktivizimin e Zhegrovës në vend të Aslanit. Po si sulmues i rrejshëm apo si tha profa mbrapa sulmuesit. Ajo është variacioni apo mos themi mënyra vetme se si mundet Zhegrova me dhon kontribut. Sepse ti Zhegrovën mundesh me aktivizuar në qendër mbrojtjes, po i jep kontribut. Nëse veç ekipa tjetër, kjo logjika se ka dëgjuar. Nëse keni shikuar Zhegrovën te Juventusi, Zhegrova vjen edhe deri. 4-3-3 ajo është skem tjetër, është formacion tjetër. Po kjo logjika se Zhegrova duhet me u fut patjetër është e gabueshme. Zhegrova duhet me u fut aty ku ai i jep kontribut. Pra secili futbollist duhet të trajneri tenton që t'ia gjej pozitën ideale në mënyrë që të jetë frytëdhënës. Nuk mundesh ti Zhegrovën me aktivizu në vend të Vojvodës, sepse Zhegrova është 500 herë më i mirë se Vojvoda, po s'mundet me dhënë kontributin që ai jep në atë pozitë momentalisht. Kjo është logjika. Po, e tash bravo Fodës për guximin. Bravo Fodës për guximin që e aktivizon Aslanin para ndryshme nga Vojvoda. Si? Jep detyra të caktuara të ndryshme nga ato që ai jep. Po jo, futbolli është kolektiv, tjetër kush merr tjetër detyrë, tjetër kush merr tjetër detyrë. S'mundesh mi dhënë detyra defanzive Zhegrovës. Ai din principet, o mos tim brani, no. Principet që kështu po shpjegoj principet që do të shpjegoj atë. Se i ka shpjeguar brëm. Mi kam shpjeguar principet e lojës që i ka instalu Foda, pse kena pasur rezultat. Mos bona tash ti po e di unë, një Blindin e kam shok. Blendi. Me njoft mja bëj atë pyetje Blendi. Kur kundërshtori e merr tupin. Unë nuk po fyna se s'kam nevojë me argumentu vetëm. Mos tim të principet e lojës, do principe bollë që kur nuk ndruhen në futboll, apo kupton, ato janë ditura edhe me detyra caktuar ti mundesh me ndryshuar. Unë mendoj që Zhegrova në pozitën e Vojvodës, po e them traç, nuk mundet me luajtë. Maspori që e pozitë nuk e ka marrë me tapi Vojvoda. Nuk e aktivizon Foda, nëse pret që ka me aktivizuar atë, kena mu thënë. Nëse se aktivizon korç atë. Të Leoni veç pakës. O Lorik. Blind është ai. Nëse i jep lejtorit detyra specifike. 5-3-2 jo Liridan. Në Kraskov